është aktor i gjitha ngjarjeve. Person për ta dëshiruar për komunikim, për bashkëpunim. Që ka qenë edhe fleksibil edhe kreativ. Kishte replikat shkurta, po në të njëjtën kohë edhe humorin në vend. Ndihmuesi proceseve dhe kjo ka kontribuar që të jetë i dashur nga pothuajse gjithë. I përpikt, i rept, por i drejt. Luftëtar i vërtet në realizimin e të drejtave shqiptarëve në Maqedoni. I ka qenë dhe do të mbetet shtill për të gjithë ne. I sinqert, dinte të vlerësonte. Mish njëri mirë, ndër të rallat, ndër të paktit. Në institucionet shtetërore do të valvitet flamuri kombëtar. Abdileqim Ademi lindi më 20 dhjetor 1969 në fshatin Shemshov, në një familje patriotësh. Pasioni i tij për studimet spikati që në moshë të vogël. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në gjimnazin e Tetovës. Ciklin e studimeve të larta e nisi në Universitetin e Prishtinës në degën e metalurgjisë në vitin 1988. Por për shkak të trazirave të vitit 91 në Kosovë, u detyrua të shpërngulej në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku në vitin 96 u diplomua duke marrë titullin inxhinier metalurgjik. Ndërkohë, në vitin 1992, ndërtoi familje me bashkëshorten, Gjilafsia Ademi, dhe 2 vjet më pas, sollën në jetë djalin e tyre, Eldinin. Përpos studimeve dhe jetës familjare, ai aso kohë u angazhua në lëvizje ilegale që synonin drejtësi për shqiptarët. Aktivitetin e lishëm politik e nisi në vitin 1990 në Partinë për Prosperitet Demokratik me ngritjen e nëndegës në Shemshov. Pas themelimit të Universitetit të Tetovës në vitin 1994, bashkë me udhëheqësit e tij, u arrestua rektori Fadil Sulejmani. Abdileqim Ademi mori pjesë në këshillin organizativ të protestës për lirimin e tyre, gjë që u arrit me sukses. Është mëse e vërtetë që Abdileqim Ademi në zhvillimet e ngjarjeve të mëdha kombëtare nuk ka qenë një ansor, një sufler, por ka qenë aktor që në lëvizjen ilegale. Padrejtësit ndaj shqiptarëve nxitën revoltën popullore, e cila kulmoi me luftën në Maqedoni në vitin 2001. Pas pjesëmarrjes si antar i lëvizjes së ilegalitetit, e njohur si Lëvizja Popullore e Kosovës, Abdileqim Ademi veproi edhe në radhët e ushtrisë shlirimtare kombëtare. Përvojë e organizimit publik dhe në ilegalitet, mes të tjerash edhe për të ardhur në ndihmë familjeve që u shpërngulën me dhunë nga Kosova, dhe bagazhi i tij intelektual i shërbyen për të angazhuar si kryeadministrator i batalionit Zogu, me raste edhe si adjutant i vet komandantit Rahim Samiu. Pasi marrëveshja e Ohrit që u nënshkrua në gusht të vitit 2001 nuk u respektua në tërësi, pushteti aso kohe arrestoi në mënyrë selektive pjesëtar të UÇK-s. Atëherë, Abdileqim Ademi, bashkë me patriotë të tjerë, antar të saj, u bën nismëtar për themelimin e Këshillit Kombëtar për lirimin e të burgosurve më 12 nëntor të vitit 2001. Në vitin 2002, u nënshkrua me NATO një marrëveshje për amnistimin e palëve, e cila nga ana e UÇK-s u përfaqësua nga Ali Ahmeti, ndërsa ajo maqedonase nga presidenti i kohës Boris Trajkovski. Por ligji për amnistin nuk u respektua nga një pjesë e autoriteteve vendore, të cilat ngritën padina akt ndaj UÇK-s. Mirëpo, mungesë të fakteve për ushtrinë shërimtare kombëtare, u paditën 2 pjesëtar të ushtrisë dhe policisë shtetit. Aso kohë ministri i Brendshëm dhe një general që drejtonte një brigadë në pjesën veriore të Maqedonisë përballë ushtrisë shërimtare kombëtare, ku kishin bërë disa krime në njerëz të vrarë, të pafajshëm në Luboten të Shkupit. Mirëpo, lënda për ushtrinë shërimtare kombëtare nuk u morë në shqyrtim, sepse sipas ligjit për amnesti, nëse do kishte raste që ishte shkel
e drejta ndërkombëtare mbi luftrat, atëherë palët do përgjigjen përpara gjykatës ndërkombëtare. Por jo edhe para gjykatave vendore, sepse ata mund të jenë të njëanshme. Mirë po, rastet për UÇK-n u kthyen mbrapsht dhe nuk u morën në trajtim nga prokuroria e kohës Carla Del Ponte. Dhe kjo na vendosin situatë goxha të palakmueshme, goxha të vështirë. Atëherë këtu ka një kontribut të jashtëzakonshëm Abdulaqi Mademi në komunikim edhe me palën maqedone dhe për mrekulli u mbyll problemi me rastin e interpretimit autentik të ligjit për amnesti dhe kjo çështje përfundimisht u mbyll. Viti 2002 shënoi nisje në një etapë të rëndësishme në veprimtarinë politike të Abdulaqi Mademit. Ne si ish pjesëtar të UÇK-s, udhëhequr me Ali Ahmetin, filluam organizimin për strukturim të subjektit të ri politik, Bashkimi Demokratik për Integrim, që rezultonte procesi i strukturimit partijak, rezultonte me zgjedhjet që duhet mbahen me 15 shtator të vitit 2002. Dhe normal me 5 qershor ishin bërë gjitha përgatitjet dhe grupin e punës për themelim partisë me aktivitetet bashkë me Abdulaqimin, dhe me thë bëhet edhe themelimi i partisë, edhe shkojnë aktivitetet paralele të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 15 shtatorit të 2002-shit. Në ato zgjedhje, Bashkimi Demokratik për Integrim del fitues me listën e deputetëve që e patin, në të cilën listë mes tjerash jemi unë, Abdulaqi Mademi, Eyüp Rustemi e deputetët tjerë, dhe më thë që ishim në atë përbërje. Mandati 2002-2006, kemi qenë më thënë bashkë si deputet, bëshim pjesë në grupin e deputetëve më të ri në kuptimin e moshës, rrethanat e zgjedhjeve 2006, ironiat të trene që mendonim se duhet punojmë edhe pa të punu, në fakt, me zellë se do të sigurohet prezenca po vazhdimësia. Në zgjedhjet e 2006 mbetemi jashtë listave zgjedhore të tretë. Abdulaqimi ishte një mik i madh mbi të gjitha. Ishte koleg aktiv në punë, njeri me humor, shumë njerëzor. Shok në kuptimin e fjalës që do të thotë shoku i vërtet, do të thënë nuk të linte vetëm asnjëherë, duke pas parasysh faktin që veprimtaria jonë politike, veçanërisht në 15 vjeçarin, të them, të parë, ka qenë një periudhë jo e lehtë e veprimit me shumë sfida të ndryshme. Dhe Abdulaqimi ka qenë deputet jashtëzakonisht i zellshëm, meqense i lexonte të gjitha ligjet. Mendoj që kemi qenë më tepër se kolegë në kuptim të komunikimit tonë, bashkëpunimit tonë. Në disa mandate, në pozicionet ndryshme, kemi bashkërëndit veprimin, dhe normal që ideja për punë, për aktivitet, për angazhim, në ka parafru edhe privatisht, më thënë, që jemi të shoqëru, dhe besoj që kemi qenë ndër më të afërmit në komunikim, në bashkëpunim, njëri i qetë që kishte durim të ndëgjon gjithkend, njëri parafrues, edhe të atyre që për arsye shumëta ishin parandarje së rrugëve në kuptimin e kundërthanjeve mes njerëzve, do të kishte sens për të ndërmjetësuar në komunikim. Aso kohë në fshatrin e lindjes së Abdulaqimit qarkullonte një barcolet. Kur vajte ora me folmen e tetovës 4:30, thonin ikni për rrugë, futuni në shtëpi, mos po ju sheh Abdulaqimi ju fut në punë. Ishte gjithmonë i qetë dhe i kujdesshëm, profesional për sfidat që i sillte jeta, për trazirat, tundimet që janë munduar t'i bëjnë dhe i palëkundur u ka bërë balë të gjitha. Dinte që t'jap përgjigje të vështira,
të ashpra ndonjëherë, po që kur I thoshte ai nuk tinglonin ashpër. Kishte të bëj shumë me natyrën e tij, nuk fliste asnjëherë, nuk e ngrinte zërin, mirë po ashpërsinë e argumentit e kishte aty gjithmonë me vete. Kjo është, si thuhet, memoria ime apo ajo si e mbaj mend unë si deputet në atë kohë, që them ishte shumë sfiduese, meqense ishte koha e ndërtimit të një legjislature komplet të re që ka të bëjë me marrëveshjen e Ohrit, që dilte nga marrëveshja e Ohrit dhe ligjet që kanë të bëjnë me universitetin, që kanë të bëjnë me përdorimin e flamurit, ishin të kësaj kohe dhe edhe pesha mbi ne ishte shumë e madhe dhe prandaj them që Abdulaqimin kuptimin e të qenit deputet, vërejtjet e tij dhe puna e tij mendoj që ka vlerë edhe në ditët e sotme. Puna e tij, kreativiteti, fleksibiliteti që tregoj si deputet për trajtimin e temave, puna e tij, kreativiteti I tij që tregonte në takime me njerëzit, kjo gjithnjë më tepër më bënte që ta tërheksa më afër që ta kem Abdulaqim Ademin për misionin të cilën ne e kishëm për sipër. Dhe për të qenë I suksesshëm në mision, të duhen misionar. Dhe në radhë të parë unë cilësova që me mbarimin e luftës, në takimet e para që I kisha me Abdulaqim Ademin, që kam të bëj me një misionar dhe me jo një funksionar të ashëm, po me një misionar që mund misionet tona të jetësojmë dhe të materializojmë. Dhe as pak nuk u dëshprova, as nuk u zhgënjeva, sepse atë vlerësim që bëra për personalitetin e Abdulaqim Ademit doli shumë I saktë dhe doli shumë I vërtetë. Kur është debatuar mbi ligjin për legalizimin e Universitetit Tetovës, ku Abdulaqimi ka qenë jashtëzakonisht I interesuar dhe shumë aktiv, na ka rënë që 7 ditë dhe 7 net të qëndrojmë në parlament, meqense opozita atëhershme kishte vendosur që të pengonte sjelljen e këtij ligjit për Universitetin e Tetovës. Sot ndoshta duket shumë absurde nga kjo perspektivë, po atëherë nuk ishte kështu. Kishte provokime të shumta brenda parlamentit. Kështu që fjalimi që ka mbajt atëherë Abdulaqimi sa I përket legalizimit të Universitetit të Tetovës, mendoj se ka vlerën e vetë edhe të sotme, se është I pakohë, duke u thënë kolegëve të tanë, të cilët e kundërshtonin pikërisht këtë ligj, që do vi një ditë kur edhe ju vetë dhe fëmijët e juaj, mbase do jenë, nëse jo student, do të jenë punëtor apo të angazhuar në Universitetin e Tetovës, që sot është një realitet objektiv. Dhe e vërtetë. Në vitin 2006, Abdulaqim Ademi u emërua këshilltar politik dhe shefi kabinetit të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, detyrë që e mbajti deri në vitin 2008. Pas një tubimi elektoral të këtij viti, në fshatin Rakovec, ndaj kryetarit Ahmeti u bë një atentat. Me të dalë ne, atëherë sulmohemi me armatim të rënd, Kalashnikov. Mirë po fati ka qenë një që kemi patur makinën e blinduar, dhe që mbari mu për shtypje mas shumëti. Ai nuk e shifte vetëm. Dhe e shoh që e kapi pancirin dhe ma veshi mu pancirin e jo vetës. Unë thot, këto janë njerëz shok deri në vdekje. Dhe këta vdesin bashkë dhe nuk lajnë vetëm. Asnjëherë nuk mund të mos e kujtoj, po edhe të mos e vlerësoj. Sepse as unë asaj nuk ishëm politikon që vim nga salonet, as nuk dilnim nga ekranet televizive, po vinim nga një luftë, dhe sigurisht që kemi qenë në gjendje për njëri tjetrin edhe të vritemi. Në vitin 2008, u zgjodh zëvendës kryeministër dhe ju ngarkua detyra për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të cilën e mbajti deri në vitin 2011. Zotin Ademi e njoh shumë herët nga aktivitetet tona të përbashkëta në partinë politike të cilët përkasim të dy, por në vitin 2008 më ofroi që të jem pjesë e ekipit të tij.
dhe me knatësi pranova ftesën që bashkë me zotin Ademi dhe shok tonë tjerë të cilët veç ma punonin në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, në sektorin, pastaj në sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të realizojmë të gjitha obligimet të cilët dalin nga marrëveshja e Ohrit. Në atë kohë më kujtohet momenti kur më njoftoi se do të themelon sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe më tha që duhet të fokusohemi të zbatojmë në praktik të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja e Ohrit. E theksoj implementimi gjitha obligime për arsye se gjatë vitit 2006-2008, përderisa Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ishte pjesë e ekzekutivit, kishte një moratorium apo ngrirje të realizimit të drejtave të shqiptarëve dhe bashkësive tjera etnike, përkatësisht të atyre të drejtave të cilët buronin nga marrëveshja e Ohrit, dhe këtu do të kisha theksuar një nga segmentet më kryesore të cila në atë kohë ishte e ngrirë, ishte realizimi i obligimit që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike që janë më të vogla në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Menjëherë pas themelimit të sekretariatit filloi dhe realizimi i njërës nga këtyre obligimet, realizimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, përkatësisht inkuadrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore me qëllim të ndërtimit të besimit të institucioneve shtetërore ndaj qytetarëve apo në krahasim me qytetarë, për arsye se besimi i shqiptarëve dhe pjesëtarëve tjerë të bashkësive etnike më të vogla ishte besimi ndaj institucioneve shtetërore ishte shumë i vogël. Me inkuadrimin e shqiptarëve që në vitin 2008 ishte përqindja shumë e vogël dhe me realizimin e programit K5, një programit cili u realizua nga qeveria atëhershme që ka të bëj me inkuadrimin, punësimin e të shqiptarëve dhe pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike, pra më të vogla në Republikën e Maqedonisë në institucionet shtetërore, me atë që dukshëm u rit përfaqësimi i shqiptarëve në gjitha institucionet shtetërore, vazhdimi edhe i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat edhe në ushtri dhe në polici. Me qeverisja në atëhershme ku zoti Ademi ishte zëvendës kryeministër, mori një hof të dukshëm në rritjen e kësaj përqindje. Unë mendoj që, dhe këte kam thënë edhe disa herë, por dua ta përsëris edhe këtu, marrëveshja e Ohrit do të përmendet gjithmonë, sepse ne duhet të ndjekim frymën e saj. Duhet të ndjekim frymën e marrëveshjes së Ohrit në çdo akt, në çdo ligj, në çdo vendim që do të miratohet ose që miratohet qoftë në kuvend ose në këshillat komunale. Për kujdesjen që Abdulaqim Ademi ka bërë në cilësinë e zëvendës kryeministrit parë, aso kohë nuk quaj ashtu, po rolin e kishte të tillë për familjet e veteranëve, qofshin ata ishtë burgosur politik apo veteranëve të ushtrisë shqiptare kombëtare. Ushtria shqiptare kombëtare është në zemrën e çdo shqiptari. Është pjesë e historisë sonë. Ushtarët e ushtrisë shqiptare kombëtare sot janë prezent në polici, janë në ushtrinë e vendit, në administrat dhe në gjitha strukturat e vendit. Në vitin 2009, u zgjodh sekretari i përgjithshëm i partisë, detyrë që e mbajti deri në fund të jetës. Periudha e veprimtarisë së tij rezultoi shumë e suksesshme për Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe këtu e kam pjesën, do thotë, ma përmbajtësore, që e kam njohur ma përsa afërmi tani, në punët ditore, në punët mujore, në punët vjetore, në planet 5 vjeçare, në ideet për një dekadë, se si duhet t'i drejtohen, si duhet t'i bëhen. Qa kam vlerësuar unë, dhe që më ka bërë përshtypje dhe që duhet të përcillet tek gjenerata, tek njerëzit që merren me organizime politike, me organizime parti, sepse nuk është e lehtë të drejtosh parti politike njerëzit. Çka më ka bërë mu përshtypje Abdulaqim Ademi, dhe që ishte një krah tepër i fortë brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, lojaliteti. Lojaliteti ndaj njerëzve që ishën lojal, qoftë ndaj vendimeve të partisë që i ekzekutonte sekretari i përgjithshëm, dhe ky arrinte me mjeshtri, me gjakftësi, të i kalonte dhe të mos i konfrontonte, më thot njerëzit, jo lojal ndaj politikave apo përcaktimeve që të mos do duheshte ti
aplikoi Abdulaqim Ademi si sekretar I përgjithshëm. Asnjëherë nuk krijonte urrëtie organike ndaj atyre njerëzve të cilët nuk e donin. Qoftë për shkak pozitës tij, qoftë për shkak të kërkesave të tij që kishte si sekretar I përgjithshëm, por përkundrazi I trajtonte dhe orientonte drejt dhe nuk krijonte përplasje. Dhe përpiqeshte që në këtë mënyrë të krijojë unitet brenda subjektit. Mirë po, të gjithë këto cilësi, vlera shpirtërore, njerëzit nuk I kanë. Dhe nuk janë të lindur të gjithë njerëzit që të kenë këto vlera njerëzore. Duhet të kultivojmë 4 vlera të rëndësishme, edhe atë militantizmin, por këtu kur flas për militantizmin nuk e kam qëllimin që ne të bëhemi militant partijak, për të dëmtuar antarët e subjektet e tjera politike, por për të mbrojtur politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Vlera e dytë është solidariteti, të cilin ne duhet ta kultivojmë me njëri tjetrin. Vlera tjetër është kolegjialiteti për të respektuar gjithashtu njëri tjetrin, por më e rëndësishmja janë orientimet ideore ose orientimet programore. Gjithmonë Abdulaqimi ka qenë ai që e gjente zgjidhjen më të mirë aty për aty. Kishte një veti të rrallë, pak njerëz e kanë, nuk I komplikonte gjërat. Ishte, si të thuash, I lindur për thjeshtësim të problemit. Unë e mbaj mend që edhe në situata të rënda, situata që mund të përfundonin edhe me konflikte, Abdulaqimi ishte ai që e shpikte zgjidhjen që na nxirrte të gjithëve për situate. Të shumta kanë qenë. Qoftë për konflikte me partnerët e koalicionit për propozim ligji apo edhe për mosmarrëveshje të mëdha konceptuale, ai ishte ai lehtësuesi që edhe oponentët tanë për probleme momentale pajtoheshin me zgjidhjen që ofronte ai. Qetësia, urtësia, butësia në fakt e tij dhe buzëqeshja që nuk e hiqte për fytyrë asnjëherë. Dhe sa ka qenë mbi 8 vite sekretar I përgjithshëm I partisë, ka një rregullsi të jashtëzakonshme në shënimet e partisë, në shënimet e aktiviteteve, janë dosje të tëra që janë përgatitur në takimet me njerëzit, në shpjegimet që janë bërë njerëzve mbi zhvillimet politike, mbi zhvillimet strategjike. Më thotë, ne kemi qenë të pandarë dhe me shumë kujdes, çdo gjë që është diskutuar dhe është trajtuar nëpër këto takime, është e shënuar dhe e deponuar në zyrën që mban emrin Abdulaqim Ademi dhe që tani vazhdon sekretari I përgjithshëm në po të njëjtën zyrë, por me emrin e Abdulaqim Ademit këtu në Bashkimin Demokratik për Integrim. Mendoj se është I pazavendësueshëm si figurë që ka qenë në komunikim me gjitha strukturat, pa marrë parasysh nivelet apo regionin, ka qenë I butë, ka qenë bashkëpunues, ka qenë ndihmues, dhe në situata që janë normale në garën politike, ku krijon edhe tensione edhe hatërmbetje, Bashkimi Demokratik për Integrim apo kryetari kishte një mekanizëm ura në këto situata ishte pikërisht Abdulaqim Ademi, I cili shpeshherë nuk ka qenë I ngarkuar me interesa lokale, me interesa grupore, po ka qenë figurë unifikuese për një urë në tekalimin e këtyre situatave, këtyre probleme, që është një kontribut shumë I rëndësishëm që mund të them që sot I mungon subjektit tonë. Ai ishte njeriu që mund të dëgjonte shumë gjëra për veten, po kishte madhështinë që të mos përgjigjej asnjëherë. Sot për kësaj perspektive, mendoj se veprat e tij janë përgjigje e mjaftueshme për të gjitha gjërat që janë thënë në drejtim të tij. Në vitin 2011, u emërua shefi shtabit qendror zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim,
pasi kishte mbuluar detyrën e antarit të këtij shtabi në vitet 2005, 2006, 2008 dhe 2009. I gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim tashmë është i përgatitur për zgjedhjet e 24 marsit. Kur them është i përgatitur jo vetëm në aspektin politik dhe strukturor për me formimin e shtabeve, por edhe përgatitjet për një fushat të qetë dhe demokratike, dhe ajo që është më e rëndësishme që edhe dita e zgjedhjeve të jetë ditë feste. E vlefshme ka qenë puna e tij veçanërisht në organizimin e procesit zgjedhor. Është një proces jashtëzakonisht i rëndë për çdo parti politike. Dhe si sekretar partie besoj që në kohën e tij, tani edhe ne si parti jemi shumë më të avancuar, për shembull është ngrit niveli i PR-it partijak, niveli i promovimit, niveli i reklamimit të punëve. Gjëra për shembull që në periudhën prej 2002 deri në 2006 kanë qenë shumë të panjohura dhe mbase edhe ne kemi pas logjikën, okay, po ç'ne, po çfarë duan, s'është me rëndësi, puna duket në qoftë se e bën, po në fakt është ai ishte iniciuesi i fillimit të një qasje më moderne në promovimin e punës së partisë dhe që mbase edhe disa nga ne që ishin më hezitues në këtë drejtim u dëshmu se e kishte të saktë, e kishte tamam. Gjatë periudhës 2011-2014, Abdulaqim Ademi mbajti detyrën e ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Ishte një thasirë shumë e madhe dhe filloi të bie borë. U mërzit, tha, po bie borë, po ujë s'do kjetë, thëmë, po mirë, bora ujë është, ora tha, kjo borë është e tha, kjo është borë pa ujë. Aty e kuptova që kishte edhe borë që s'kishte ujë për ministrit të ambientit, sepse ai kishte hyrë në thelb si ministri, sepse ai nuk ishte ambientalist, po ishte inxhinier. I ra pikrisht atij që të ishte nënshkruesi kontratës, se realizimi mandej u bë më vonë, nënshkruesi kontratës për realizimin e projektit për ujin e pishëm, ndërtimin e ujësjellësit të ri në Tetov, mjetet të cilat u siguruan nga ana e Ministrisë së Ambientit, dhe që ishte mbasi njëri nga projektet kapitale më të mëdha dhe më të nevojshme për qytetarët këtu që ata i gëzojnë edhe sot. Sigurisht një kontribut të madh Abdulaqim Ademi ka dhënë për ndarjen territoriale. Duhet të bën ca negociata, por që vendbanimi i Abdulaqim Ademit nuk do i takonte një komune me shumicë shqiptare, por do jetë në një komunë që shumica, do thot, mbi 50% do të ishën Maqedonë, do thot që quhet komuna e Jegunosit. Këtu ne kam rrit besimin edhe më të madh për misionarin Abdulaqim Ademi. Jo, thot, kjo është zgjidhja më e mirë që bën, duhet të respektojmë edhe komunitetin tjetër që nuk është shumicë në rajonin e Pollogut, por me rëndësi është që substanca në përgjithësi zgjidhja që do bëhet për ndarjen territoriale të jetë e favorshme për shqiptarët, që shqiptarët të mos jenë të majorizu e të mbi votu. Dhe sa i takon një komune të Jegunosit, sigurisht në raportet duhet të rregullojmë me komunitetin. Jo shumicë, por që shumica është në komunën tonë. Prandaj, asesi mos e rreziko substancën për të arritë që shqiptarët të bëhen faktor për të administruar me komunët e veta, si që ishte Struga, Kërçova, Saraj, Çajiri. Kështu që Abdulaqim Ademi ka qenë një misionar dhe vizionar, i përgatitur dhe i përkushtuar. Gjatë detyrës si ministër i arsimit dhe shkencës, Abdulaqim Ademi dha një kontribut të rëndësishëm për përmirësimin e kushteve arsimore të shqiptarëve. Por më i vyeri ishte ai i themelimit të Universitetit të dytë shtetëror në gjuhën shqipe, Nën Tereza në Shkup. Kemi pas një eveniment të rëndësishëm në Aleksandar Pallas, punë feste partijake ose kombëtare, dhe pas festës na ndali kryetari Ahmeti Abdulaqimi dhe unë dhe kemi bisedu drejt për drejt se si ta fillojmë themelimin në Universitetin Nën Tereza,
Fillimisht ideja ka qenë, më thonë, në atë takim për themelimin e 4 fakulteteve të themeluara në Shkup, mirë po në kuadër të Universitetit të Tetovës. Dhe këtu roli i Abdulaqimit ka qenë i jashtëzakonshëm, për shkak se ka qenë ministër i resorit, se është edhe themelues i universitetit, dhe këtu e veçon një karakteristikë që asnjëherë nuk ka qenë ngarkuar me politika lokale, politika grupore, ka qenë i tharë që të kontribon në projekte kombëtare dhe projekte të arsimit apo fushave tjera, po me karakteristikën kombëtare. Edhe ky projekt ka vullën dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Abdulaqim Ademit, që sot ky universitet po rritet dal nga dal, domethënë në përmasat e universitetit të serioz dhe shumë i rëndësishëm për Shkupin dhe shqiptarët gjithandej. Duke qenë se si gjenerat, edhe ai, edhe pse më i ri se unë në mosh, edhe unë edhe gjithë ne që kemi jetu këndej, që jetojmë këndej, është dashur që të ndrojmë vend studimi dhe transferojnë kush në Tiranë, kush në vende tjera, dhe duke qenë në atë perceptim të nevojës që institucionalizimi i shkollimit lartë tjetë i rregulluar me ligj këtu, dhe mundësia dhe ideja që gjeneratave të reja që mundësohet shkollim, në vendlinje, që fillimisht në kontekst ekonomik financiar kostoja të jetë më e lirë, a në kontekstin shkencor, të thithen një uri më të mëdha duke qenë këtu në vendlinje. Ideja e tij për të parafru kualitetin edhe aspektin kualitativ të edukimit dhe arsimimit lartë, ishte ideja që institucioni gjithësisht universitetit të themelohet në Shkup për krah Universitetit të Tetovës. Në Tetovë, de facto, në atë kohë, edhe aktualisht funksionon edhe Universiteti i tretë privat të publik i Evropës Juglindore si institucion i themeluar nga faktori ndërkombëtar 2001, kështu që shtytje për të bërë konkurrencë mes institucioneve që prodhimi, gjithsesi produkti, studentët të jenë më të pajisur me dije, me njohuri. Kjo mendoj që ka qenë ideja bazë e tij për të bërë konkurrencë dhe ajo konkurrencë të prodhon kualitet sa më të lartë në arsimim. Ky ka qenë Abdulaqimi, domethënë edhe tek emërtimet, ndryshimet e emërtimeve të shkollave, emërtimeve të rrugëve, para me emra shqiptar dhe në shumë projekte tjera, të cilë ka ta sillesh, pra ose në mënyrë drejt për drejt, ose kryesori, ose një ndër kryesorët, pra ka qenë Abdulaqimi në çdo projekt, pra prej 2001-shit e këndej që ka të bëjë me avansimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Ndërkohë që vazhdimi i bashkëpunimit ton, duke qenë ai ministri i arsimit, për mua ka qenë strategjik. Mendoj që ka qenë strategjik për qytetin e Tetovës dhe për shkollat e këtij vendi. Për arsye se ishte shumë pragmatik. Ai pragmatizëm bëri të mundshëm që ne të bënim projekte renovimi, rikonstruimi për të gjitha shkollat e komunës. Dhe mandej me një sistem të buxhetimit vjetor të njëjtat të realizojmë. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë rikonstruimin e rrjetit të shkollave, të them mbi 70% në komunën e Tetovës, dhe një gjë që ai e donte shumë dhe që mendoj se bashkë e kemi hapur edhe pllakën me emrin, ka qenë formimi i gjimnazit të dytë në Tetovë. Ajo është gjimnazi 7 Marsi. Ka qenë shumë e rëndësishme për ne që Tetova të bëhet edhe me një gjimnaz të dytë, dhe jam shumë e bindur që po të mos ishte ai ministri i arsimit, mbase dëshira dhe mundësit e mia si kryetare komune për ta realizuar këtë ide të madhe, do të ishte shumë më e vështirë. Jo vetëm unë, po të gjithë kryetarët e komunave apo ata të cilët kanë pas nevojë nga qeveria, pa marrë parasysh në cilin resor ka qenë, ndihma ka qenë e drejt për drejt, e shpejt nga Abdulaqimi, na kanë ndihmuar edhe ku nuk e kemi kërkuar. Përmendi sallën e sportit, që është një sallë me gjitha standardet, në kuadër të shkollës 7 Marsi, pra këtu në komunën e Çajirit, ku Abdulaqimi më paraqitën në telefon dhe më pyet a ke nevojë për sallë. Edhe unë i them po, kemi nevojë për më shumë salla, po një më urgjente është tek shkolla 7 Marsi.
Dhe i menjashëm ka qenë reagimi ku ekipi nga ministria të nesër kanë ardhur, kanë bërë matjen dhe në afat të rekord pra kanë realizu sallën sportive që është në funksion të dikun të një shkolle që është mjaft e madhe, dhe më thonë mund të ketë deri 1000 nxënës, pra ky ka qenë mënyra e komunikimit dhe bashkëpunimit nga Abdulaqimi apo Qima, si e kemi thënë. Zgjedhjet e 2015-s, 2016-s, bashkërisht kemi drejtuar departamentin për fushat zgjedhore. Opozita e asaj kohe kishte në plan që të zdronte pushtetin nëpërmjet ca bombave të ashtu quajtura që ishin përgjime, i publikonte nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet televizioneve, të cilët ata kishin qasje. Dhe në këtë segment sigurisht që dëmtoheshin edhe puna e ministrave tonë. Në bashkëbisedim me zotin Ademi, e pyeta si do merr kjo punë. Unë tha e di tha planin e opozitës. Ata kanë në segment që të na dëmtojnë të gjithë neve dhe në fund tha kryetarin e partisë. Mirë po tha një gjë të tillë, nuk do ta lejon të ndodhë. Nuk shkon 2 ditë me vendimin parti që ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim të japin ndërheqje. Dhe kjo ndodhi. Kthehem në shtëpi edhe shoh duke punuar te dhoma e punës. Them çaje të bë, jam tu e shkruajt dorëheqjen prej ministrit të arsimit. Edhe shoh një buzëqeshje në fytyrën e tij dhe mendohem që shumë mirë që do dorëhiqet, tash do ketë më shumë kohë të angazhohet në shtëpi edhe në jetën profesionale të tij. Po pas asaj periudhe, gjërat u ndërlikuan edhe nuk zgjati shumë si periudhë. Pas disa ditësh, duke qenë edhe se bënte batuta në telefon, më thirr në telefon e më thot, departamenti? Thom, po, ministër? Thot, në ora 7 vish në parti. Shkojmë parti. Ishte komplet një situatë tjetër, zhurmë e madhe, figura, shok tonë që njiheshim njëri me tjetrin, po ishim gjithë 3. Vjen kryetari me Abdulaqimin dhe nën kryetarët e tjerë, na e komunikojnë lajmin që ju jeni ministrat që do qeverisni tash e tutje. Ndodhi çfarë ndodhi, mora makinën dhe kthehem për Shkup. I emocionuar, me një përzierje ndjenjash në bark dhe më thirr në telefon prapë. E pashta që je i hutuar, po të lutem, merre me sportivitet, sepse mua do më kesh për krah për çdo punë, për çdo projekt dhe për çdo ndihmë. Dhe ajo sikur të qetësoi. Të qetësonte trupin dhe unë e mora shumë me relaks. Kishim ato sekletet e ministrisë, edhe më thot mu do iki në det në Turqi. Mua zemra mu qa për gjysmë, thash, aq larg, sepse nuk isha mësuar ta kem aq larg, do me thonë ishim në komunikim të përdiqëm dhe për çdo punë. Tha, do ik të pushoj, tha se jam lodh. Po thash, nëse më duhesh për dhe një punë, po tha rira atë, shkru mesazh, do mirë me vesht. Më qonë foto detin, tha, shifun. Tha, se pas kom ditë se ka që lezeqme që ka jeta jashtë qeveritar. Unë isha nën kryetar dhe kryetari na dha detyrën për ta themelu dhe ngrit institutin ku ai ishte drejtori i parë, ndërsa unë asistenti i tij. Aq ka qenë modest, aq ka qenë i kujdesshëm që për ta marrë maksimumin nga bashkëpunuesi, nga bashkëpunëtorët e tij, pra do të them një shembull ku zyrat e para kanë qenë në reqistët në Tetov, në salinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, në katin e dytë ku kishte porosit një tavolinë e cila i ngjante formës së shqiponjës tonë, pra me 2 krera. Do të thonë që mos ta ndjej veten që jam më pak i rëndësishëm se vetaj. Edhe pse ai ishte drejtor, unë e pata pranuar dhe kisha pozicionin e asistentit. Pra është një detaj që tregon se për kujdesin e tij, për modestinë e tij dhe mbi gjitha mbi njerëzore. Shkupi, Çairi, Kumanova, Aracina, Edikova. Ne fillonim fushatën elektorale, edhe kishim thirrë tubimin promovues.
ishën sigurisht mbi 2000 njerëz në hapjen e fushatës. Vjen dikush nga bashkëorganizatorët aty, dhe më thotë, prit pak sa Abdulaqi Mademi diçka nuk është mirë. Mirë, por në moment mendova që i ka ndodhur ani marramendje, prej lodhjes, dhe pas sa minutash, erdhi tha, jam mirë. E kemi kryer takimin, tubimin, promovimin që patëm, kemi dalë. Atëherë kam pyetur Bujar Osmanin, si i fushës mjekësisë që është, i them qa pati. Nuk e di, po do e shohim këtë punë. I them, po rritje pak shkallën e interesimit. Dhe dhunë shumë, Bujari e ka qunë në analizë. Dhe analizat nuk dalin mirë. Qëllimi ishte që të themelonim një qendër analitike për të ndihmuar partinë. Ka qenë një moment kur më thot, kam shkruar një email me organizatën të Konrad Adenauer Stiftung, mirë po nuk kam marrë përgjigje për një takim të mundshëm. Kontaktova me organizatën, më caktuan datën, ditën, orën, dhe i shkruaj mesazh. Një ditë, 2 nuk ma kthen. I shkruaj përsëri mesazh, siç ma kishin informuar ato. Kaloj 1 ditë, 2 nuk ma kthen. Dhe i lajmërojmë shokut tonë Armiri, thomë, kështu është puna, kam lënë një takim me ato, mirë po a ka diçka që nuk shkon. Tha shefi është smur. Në ndërkohë, ja ka përcjell Izetit mesazhin, Izet Mexhitit, dhe Izeti e kryen takimin. Shumë keq e pritëm, domethënë, lajmin kur u konstatu që është i smur rënd. Mirë po pas një kohë, pas trajtimeve, ajo rikthy, domethënë, edhe u bë më mirë. Ajo u kthy pra fuqishëm me tërë forcën e tij, me tërë energjinë e tij, dhe kemi punuar me intensitet shumë të lartë pra për ngritjen e institutit. Ai ka dhënë gjithçka nga vetvetja, domethënë, në këto procese, në këtë projekt dhe në shumë tjera. Megjithse i dobësuar, si fizikisht, po edhe moralisht, vendimet i merrte sërish ai. Edhe për rrugën që priste ta ndiqte për në lidhje me smundjen, sërish gjente fuqinë, nuk e dim se nga e merrte, dhe i merrte vendimet ndoshta edhe më të mirat. Qoftë për veten e tij, qoftë në lidhje me punët. Organizuam një takim me funksionar shtetit Bashkimit Demokratik për integrim në kodrën e diellit, që u gëzova shumë, se ishte takimi i parë gjithë asaj që kaloj. Mas 3-4 ditësh, ndëgjoj pa prit mas ikën për në shtëpi, ishte vështërsu gjendja së dyti, ai moralisht ndronte shumë lartë, po smundja e tmerrshme e pabesë, ja shkurtoj jetë. Sonte ndroi jetë Abdulaqi Mademi, funksionar i lartë në Bashkimin Demokratik për Integrim. Familjar, shok, miq e dashamir kanë përcjellë sot për në banesën e fundit sekretarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Abdulaqi Mademi. Pozicioni i fundit në cilin ka kontribuar apo projekti ka qenë themelimi i institutit, duke mos e ditur që i njëjti institut një ditë do mban emrin e tij, Abdulaqi Mademi.
Përpos punës, studimet e Abdulaqim Ademit kanë qenë shoqëruese të përhershme të veprimtarisë së tij. Pasi nisi magjistraturën, fillimisht pranë Fakultetit të Zyrtarisë dhe Metalurgjisë në Prishtinë, vazhdoi kërkimet shkencore në Gjermani, duke përfunduar magjistraturën në Fakultetin e Shkencave Teknike të Mitrovicës. Studimet e doktoraturës i vijoi në shkup deri në fund të jetës, dhe botimi i tyre është një ndër punët e vlefshme që ai la pas. Vendi që ka lënë Abdulaqim Ademi për herë do të jetë, si them, i shprazët. E ndjej mungesën e tij. Çdo moment që kum kalu me të, e kujtoj për çdo ditë. Në çdo takim i jonë tashmë veçantë kur jemi. Edhe me Jupin, figura e tij është bashkë me ne. Është karakterizuar me njerëzorën, që sidomos pra në politikë shpeshherë është vështirë ta gjesh, është humbet, domethënë është një karakteristikë shumë e rrallë, pra nuk ka qenë prej atyre i cili ka vrapu pas pozicioneve, po thjesht pra pozicionet kanë qenë për të dhe ka kontribuar në të. Me që jam në mesin atyre që përpiqem të bëj ndryshime brezash në parti, tek të rinjt që ne përpiqemi ti promovojmë edhe në organet drejtuese të partisë, se jo edhe në bankët e parlamentit, shembull u marr vazhdimisht Abdulaqimi. Jo pse nuk është, por se ka lënë shumë kontribute, shumë suksese dhe shumë çka që të folet për të. Standardet që ai i instaloi në jetën tonë të përditshme, të organizuar politike, janë të patekalueshme. Mungesa e tij njerëzore, domethënë është shumë e madhe. Si ai njeriu i heshtur që nuk e dëgjon, po gjithmonë është aty. Abdulaqimi është ndër të rrallët që mua më mungon. Iku shumë shpejt dhe nëse ka njerëz që prapa vetes lënë boshllëk, lënë zbrastir që nuk e mbush kush tjetër, ai është Abdulaqimi. Sot bashkë me mua, edhe gjithë anëtarët tjerë të familjes, po e kushtojmë gjithë vëmendjen veprave, fjalëve, këshillave që na i ka lënë pas. Me te kam qarë halë shumë, që mbase nuk kam biseduar me të tjerë, kam ndarë edhe shqetësimin. Po edhe ai të njëjtën e ka bërë me mua. Sepse njeri do në jetë që të ketë me dikën që të ndaj, qoftë shqetësimin, qoftë edhe një gëzim. Po ma tepër se ne nuk ndanim gëzimin, po përherë ndanim shqetësime, sepse merreshëm me punë të përditshme ai dhe unë gjitha gjërat kur ke të bësh me ekipe të tëra, sigurisht që të gjitha nuk shkojnë për mrekulli. Kështu që ai mbetet për mua një shok që më mungon.